është një përpjekje për ta rikthyer Ballkanin sërish në qendër të vëmendjes të politikave të Bashkimit Evropian dhe veçanërisht asaj që është politika më e rëndësishme që ka Bashkimi Evropian përkundrejt Ballkanit Perëndimor, siç është politika e zgjerimit. Aktualisht politika e zgjerimit të Bashkimit Evropian përkundrejt Ballkanit Perëndimor po lëviz me 3 shpejtësi të ndryshme. Për fat të mirë, Shqipëria dhe Malezi kanë hyrë në korsinë e shpejtësisë lartë dhe ne jemi përballë faktit tashmë që Shqipëria dhe Malezi, por veçanërisht Shqipëria, siç u theksua edhe nga konferenca e përbashkët e shtypit sot midis kryeministrit dhe presidentes së Komisionit Evropian von der Leyen, ka vendosur si pikë synim strategjik dhe objektiv strategjik që brenda vitit 2027 të përmbyll procesin e negociatave me shpresën që vendet anëtare nga fund vitit 2027 deri në fillim ose fund vitit 2030 brenda këtij afati kohor të përmbyllin pa problem procesin e ratifikimit të traktatit antarësimit dhe me shpresën që Shqipëria në 2030 të përmbyll jo thjesht procesin e negociatave, por dhe një cikël të gjatë gati 40 vjeçar të tranzicionit mbas rënies komunizmit. Para se të kaloj tek rëndësia dhe ajo që synohet përmes këtij samiti, po themi dua të prek edhe lajmet kryesore që u dhanë sot. Do të kemi një heqje të tarifave roaming mes shqiptarëve dhe vendet të Bashkimit Evropian. Sigurisht ka qenë gjithmonë një pikë, po themi një ngërç i krijuar. Çfarë do të sillte kjo? Çfarë përfitimesh? Besoj që tashmë po kalohet në fazën asaj që quhet integrimi i përshkallëzuar, pra nëse kemi parasysh që në 4 prill të vitit 2019 në marrëveshjen e ministrave të transportit që u nënshkruar dhe të telekomunikacionit që u nënshkruar në Beograd, u bë mundur heqja e tarifave roaming midis vendeve të Ballkanit Perëndimor me 2 faza. Një fazë që filloi në 1 korrik të vitit 2019 dhe që u përmbyll me 2 korrik të vitit 2021. Dhe tashmë që prej atij viti dhe në momentin që ne po flasim, vendet e Ballkanit Perëndimor komunikojnë me njëri tjetrin pa tarifa roaming në telefoninë celulare. Ndërsa zgjerimi i këtij mekanizmi edhe drejt vendeve anëtare të Bashkimit Evropian është një hap më tej dhe një shenjë dhe një mesazh politik dëtoja që Bashkimi Evropian i jep vendeve të Ballkanit Perëndimor, që ju po integroni tashmë në një treg siç është tregu i komunikimeve digjitale dhe pastaj hap pas hapi do filloni të integroni të gjitha tregjet e tjera. Pra ky lloj integrimi përshkallëzuar besoj është brenda filozofisë që përmenda në fillim të bisedës, rikthimin e Ballkanit në qendër të politikës zgjerimit të Bashkimit Evropian.